Të dashur dëgjues të Radio Son, sot do të ndalemi te një pyetje që ka shqetësuar zemrat e njerëzve në çdo kohë dhe në çdo brez. Është një pyetje që lind kudo, në dhomën e spitalit, në momentet e humbjes, në ditët e vetmisë dhe zhgënjimit. Është pyetja: pse e lejon Perëndia vuajtjen? Limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim, atje ka paqe dhe qetësi. Ndoshta edhe ju që na dëgjoni sot, ja keni bërë vetes këtë pyetje. Ndoshta kur keni humbur një njeri të dashur, kur keni përjetuar një padrejtësi, kur jeni ndjerë të tradhtuar nga miqt, kur familja juaj ka kaluar vështirësi, kur jeni përballur me sëmundje, ose kur jeta nuk ka ecur ashtu siç e kishit ëndërruar. Kjo pyetje bëhet edhe më e fortë nga të rinjtë e kohës son. Jetojmë në një epokë ku shohim në rrjetet sociale fotografi buzëqeshjesh, suksesesh dhe jetësh që duken perfekte. Shpesh krijohet përshtypja se të gjithë janë të lumtur, përveç nesh. Por pas ekranit, fshihen plag, lot dhe beteja që shumë njerëz i mbajnë të fsheta. Shumë të rinj sot përballen me ankth, depresion, pasiguri për të ardhmen, probleme ekonomike, mungesë dashurie në familje dhe zhgënjime të shumta. Në këto rrethana lind pyetja: ku është Perëndia? Pse nuk ndërhyn? Pse nuk e largon vuajtjen? Kisha ortodokse nuk jep përgjigje të thjeshta për pyetje kaq të thella. Ajo nuk thot se çdo vuajtje është ndëshkim nga Perëndia. Përkundrazi, kisha na mëson se Perëndia është dashuri dhe se ai nuk e krijoi të keqen. Kur hapim faqet e para të shkrimit të shenjtë, shohim se Perëndia krijoi gjithçka të mirë. Njeriu u krijua për jetën, për gëzimin edhe për bashkimin me krijuesin e tij. Por Perëndia nuk krijoi robot. Ai krijoi qenie të lira, të afta të duan dhe të zgjedhin. Ola, liria është një nga dhuratat më të mëdha që na ka dhënë Perëndia. Por pikërisht sepse jemi të lirë, kemi dhe mundësinë të zgjedhim gabim. Luftrat, urrëtia, dhuna, padrejtësitë, tradhtitë dhe shumë plagë të tjera të botës janë fryt i keqpërdorimit të lirisë njerëzore. Megjithatë, mbetet pyetja: po vuajtjet që nuk varen nga ne, po sëmundjet, po fatkeqësitë, po humbja e një fëmie, e një prindi ose një miku. Jesu Krishti nuk erdhi në botë si një mbret i fuqishëm që jetoi mes luksit. Ai lindi në varfëri, u përndoq, u shpif, u tradhtua nga njerëzit që donte, u tall, u godit dhe u kryqëzua. Kjo do të thotë se Perëndia nuk na shikon nga larg kur vuajmë. Ai njeh dhimbjen tonë nga brenda, ai e ka përjetuar vetë. Kryqi është përgjigja më e thellë e krishtërimit ndaj problemit të vuajtjes. Perëndia nuk e shpjegoi vuajtjen me fjalë filozofike. Ai e mori vetë mbi veten e tij. Të dashur të rinj, kur shohim jetën e shenjtorëve, kuptojmë se edhe ata kanë kaluar sprova të mëdha. Shonektari ishte njeri i shenjtë, i përulur dhe i mbushur me dashuri. Megjithatë, ai u shpif në mënyrë të padrejtë. Njerëzit përhapën gënjeshtra për të. Humbi detyrat e tij dhe jetoi në varfëri. Çdo kusht tjetër mund të ishte mbushur me urrëtie. Por ai vazhdoi të lutej për ata që e kishin lënduar. Shonektari nuk e kuptonte pse ndodhin gjitha këto padrejtësi, por nuk humbi besimin. Ai e vendosi jetën e tij në duart e Perëndisë. Sot miliona njerëz në mbar botën e nderojnë si shenjtor dhe gjejnë ngushëllim në shembullin e tij. Edhe Shën Paisi kaloi shumë vuajtje fizike. Në vitet e fundit të jetës së tij, ai vuante nga sëmundje të rënda dhe dhimbje të vazhdueshme. Megjithatë, nuk humbi paqen e zemrës. Njëherë, ai tha se Perëndia nuk lejon asnjë provë pa pasur një arsye shpirtërore. Ashtu si ari pastrohet në zjarr, edhe shpirti njeriut pastrohet dhe forcohet nëpërmjet vështirësive. Gjithashtu, Shën Porfiri, një tjetër shenjtor i dashur i kohëve moderne, kaloi sëmundje të shumta dhe humbi shikimin.
Megjithatë, ai nuk pushonte së falenderuari Perëndin. Ai thoshte se sekreti i jetës së krishterë nuk është të përshëndrohemi te errësira, por te drita e Krishtit. Kjo është një këshill shumë e vlefshme për të rinj sot. Kur përballeni me një problem, mos e lini atë të bëhet qendra e jetës suaj. Kur ndiheni të vetmuar, mos u mbyllni në vetvete. Kur dështoni, mos mendoni se jeni të pavlerë. Kur të tjerët ju lëndojnë, mos lejoni që urrejtja të pushtojë zemrën tuaj. Lutuni, flisni me një atë ose me një person që ju do. Lexoni shkrimin e shenjtë. Merrni pjesë në jetën e kishës. Mos harroni se çdo sprovë është e përkohshme, ndërsa dashuria e Perëndis është e përjetshme. Ndoshta sot dikush që na dëgjon po kalon një periudhë të vështirë. Ndoshta po mendon se askush nuk e kupton. Ndoshta lutet prej kohësh dhe ende nuk sheh përgjigje. Mesazhi i kishës është ky. Mos e humb shpresën. Perëndia mund të duket i heshtur, por ai nuk mungon kurrë. Ai është pranë teje në lotët e tu. Ai është pranë teje në frikrat e tua. Ai është pranë teje në momentet kur ndihesh i braktisur. Dhe ashtu si pas së premtes së madhe erdhi ngjallja, edhe pas errësirës vjen drita. Prandaj, në vend që të pyesim vetëm pse po vuaj, le të pyesim si mund të jetoj këtë sprovë me Krishtin dhe çfarë dëshiron të më mësoj Perëndia përmes saj. Kjo pyetje na ndihmon të mos mbetemi robër të dhimbjes, por ta shndrojmë atë në një rrugë rritjeje, besimi edhe shprese. Sepse në fund të fundit, historia e krishtërimit nuk përfundon te kryshi, por te ngjallja. Të dashur të rinj, pas pyetjes pse e lejon Perëndia vuajtjen, vjen një pyetje tjetër, po aq e rëndësishme. Për çfarë jetoj? Si e marrë, kjo varke mjere shpirtit tim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim. Shumë njerëz kalojnë vite të tëra duke kërkuar lumturi në pasuri, famë, sukses apo kënaqësi të ndryshme. Megjithatë, shpesh zbulojnë se zemra e tyre mbetet bosh. Kjo ndodh sepse njeriu nuk është krijuar vetëm për gjërat materiale. Brenda secilit prej nesh ekziston një etje shpirtërore, që vetëm Perëndia mund ta mbush. Sot shumë të rinj ndjen të humbur. Shoqëria u thot se vlera e tyre matet me pamjen e jashtme, me numrin e ndjekësve në rrjetet sociale, apo me suksesin profesional. Por Krishti na mëson se vlera jon nuk varet nga ajo që kemi, por nga ajo që jemi, fëmijë të Perëndisë. Qëllimi i jetës nuk është thjesht të mbijetojmë, të studiojmë, të punojmë dhe një ditë të largohemi nga kjo botë. Qëllimi ynë është të njohim Perëndin, të rritemi në dashuri dhe të bëhemi njerëz që ai na ka thirrur të jemi. Shenjtorët janë dëshmia më e bukur e kësaj të vërtete. Ata nuk ishin njerëz të përsosur. Ata kishin dobësi, sprova dhe vështirësi si ne. Por ata zbuluan se kuptimi i jetës gjendet në marrëdhënien me Krishtin. Shën Agustini ka thënë: "Zemra jon mbetet e shqetësuar derisa të pushoj tek ti o Zot." Këto fjalë mbeten të vërteta edhe sot. Njeriu mund të fitojë gjithçka në botë dhe përsëri të ndihet bosh, nëse nuk ka paqe me Perëndin. Si mund ta zbulojmë qëllimin tonë? Së pari, përmes lutjes. Kur lutemi, nuk i flasim vetëm Perëndis. Ne mësojmë të dëgjojmë zërin e tij në jetën tonë. Së dyti, përmes jetës së kishës, në liturgji, në rrëfim dhe në kungim, ne gjejmë forcë dhe drejtim për rrugtimin tonë. Së treti, përmes shërbimit ndaj të tjerëve. Kur ndikojmë dikë, kur japim kohën tonë, kur tregojmë dashuri dhe dëmshuri, zbulojmë një gëzim që bota nuk mund ta jap. Të dashur të rinj, mos keni frikë nëse ende nuk i keni të gjitha përgjigjet. Edhe shenjtorët e kërkuan rrugën e tyre,
E rëndësishme është të esni me besim, duke ja besuar jetën tuaj Krishtit. Perëndia ka një plan për secilin prej jush. Askush nuk është rastësi. Askush nuk është pa vlerë. Secili është krijuar me dashuri dhe për një qëllim të veçantë. Prandaj mos pyesni vetëm, çfarë dua unë nga jeta? Por edhe çfarë dëshiron Perëndia nga unë? Kur gjejmë përgjigjen e kësaj pyetjeje, fillojmë të zbulojmë kuptimin e vërtetë të jetës sonë. Në fund të kësaj teme, ndoshta ende nuk kemi përgjigje për çdo pse të jetës sonë. Dhe kjo është normale. Jo çdo mister i jetës mund të shpjegohet menjëherë nga mendja njerëzore. Por Kisha ortodokse na jep diçka më të madhe se një shpjegim. Na jep praninë e Perëndisë në mes të vuajtjes. Ne pam se vuajtja nuk vjen nga Perëndia, por Perëndia nuk na lë vetëm në vuajtje. Në Jezu Krishtin, ai hyri vetë në dhimbjen njerëzore, në kryq, që askush prej nesh të mos ndjehet i braktisur. Dhe kjo është shpresa jonë. Jo një jetë pas sprova, por një jetë kur sprovat nuk në shkatrojnë, sepse jemi me Perëndin. Kur të vinë ditët e vështira, kujtoni se errësira nuk ka fjalën e fundit. Pas së premte së madhe, vjen Pashka. Pas Lotit vjen ngushëllimi. Pas kryqit vjen ngjallja. Prandaj mos e humbni besimin. Mos e mbyllni zemrën. Mos mendoni se jeni vetëm. Perëndia është më afër jush në momentet kur ju ndiheni më larg prej tij. Dhe nëse sot kuptoni gjithçka, mjafton të mbani këtë të vërtet në zemër. Perëndia ju do dhe dashuria e tij nuk mbaron kurrë. Dalgët e jetës ime, të gjeta ty, o Zoti im i braktisur i aruar, si një varë. Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që ishit bashkë me ne sot. Miru dëgjofshim në emisionin tjetër. Si një varë të padrejti. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi i të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.